Fol me slobën, nesër dhe thuaj me kanë krejt thuj, edhe thire që tash, edhe thire dhe mahirin, me kanë nesën tanë thuj mrena. Kjo është një deklaratë e marrë nga një përgjim e Arshim Thaçit dhe Adem Grabovcit, që tregon se si arrin partitë të kaluara të krijojnë koalicionet e tyre, duke përfshirë edhe listën serbe. E këtë përgjim së fundmi e ka publikuar Ministrja në Detyre Punëve të Jashtme, Donika Gërvalla. Këtë e ka publikuar, siç thot ajo, si një rikujtim për të gjithë ata që kanë harruar se si bëshin koalicionet në të kaluarën. Fol me slobën, një ndihmë e vogël për të kuptuar arsyet e vërteta të bllokadës në kuvend. Një rikujtim për të gjithë ata që kanë harruar se si bëshin koalicionet në të kaluarën, një zotim kjo praktik e së kaluarës që nuk kthehet më, shkruan ndër të tjerash Gërvalla në postimin që ka ndarë në Facebook. Kujtojmë që për herë të 16 deputetët nuk kanë arritur të konstituojnë Kuvendin e Kosovës, ngërçi mbeti sërish tek votimi për formimin e një komisioni për votim të fshehtë për zgjedhjen e kryeparlamentarit. 55 vota ishin për pro, 1 kundër dhe nuk pati abstenime. Seanca u shtyp për 17 maj në orën 10:30. Krasniqi i bëri thirrje Kurtit, ndoroi kandidaten dhe nuk do të marrë asnjëherë 61 vota.